Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 23 mars të 2025. Nëse mbani mend, jashtëmujorin e kaluar në disa problematika të ndryshme, që keni pasur bërë disa biseda për çështje pune të rëndësishme me jashtë, ose keni pasur një pasuri të paluajtshme dhe ose për të bërë një blerje dhe ajo nuk ndodhi, nuk u bë. Ja pra që vim ditën e diel të datës 23 mars, ku do ribisedohet prap kjo çështje, sepse pikërisht është pikërisht kjo ditë ku dielli formon një kënd me Afroditën në retrograd në dash, e cila do të ishte një kënd i shkëlqyer nëse Venusi, pra Afrodita nuk do ishte në retrograd. Kjo megjithatë i heq një pjesë të shkëlqimit dhe favorit saj. Megjithatë është një ditë që mund të ndihemi mjaft të ndikuar në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me njohjet e reja, kanë të bëjnë me bisedime të rëndësishme dhe jo vetëm kaq, por një dhuratë të shkëlqyer mund të merret sot, edhe pse jo diçka e papritur, sepse do të kemi zhvillime pozitive në çështjet financiare. Ky kënd është veçanërisht i dobishëm për shenjat e zjarrit, siç janë Dashi, Luani, shqyqetari në fillim të shenjave të tyre, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Për sa i përket deri në ora 14, mbas orës 14:30, në të njëjtën ditë, dielli tek Dashi formon një gjashtkëndësh me Plutonin tek Ujori, në një kënd që tregon se mund të kemi shumë kontrolle mbi jetën tonë, të jemi më efektiv në qëllimet tona. Nëse tregojmë për kushtim dhe këmbgulje ku ndikojnë pozitivisht është shenjat siç janë shenjat e zjarrit dhe shenjat e ajrit, po dhe disa ndikime të tjera, siç janë Dashi, Luani, shqyqetari, binjakët, peshorja dhe ujori të 10 digjit parë, ose ata që kanë planete në këto shenja. Por juve që keni bisedime, keni për të bërë disa biseda shumë të rëndësishme, është periudha tani dhe ka të bëjnë shumë me vendime që do të merrni për sa i përket kësaj date, sepse është një datë shumë e rëndësishme për sa i përket çështjeve që lidhen direkt me juve, lidhen direkt me njerëzit, ose disa çështje që lidhen me aplikime për javën që vjen, por do të përgatituni dhe pak vëmendje do të bëni juve që keni çështje ligjore ose jeni në diasporë. Pak më vëmendje do të kenë ata që janë në Gjermani, në Angli apo dhe në vendet e Europës apo të botës, prandaj për të pasur pak kujdes në këto drejtime të mos më nxitoheni, sepse nxitimet e tilla nuk është në të mirën, pra ka të bëjë shumë me gjëra të kësaj natyre. Tani, para se të fillojmë parashikimin e dy moshenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astro.al, faqja roz shkon atje. Ajo faqe ju ndihmon për të parë se çfarë juve ju intereson më tepër dhe se si mund ta bëni tuaj një parashikim të detajuar në fushën tuaj që ju intereson. Dhe nëse nuk ju intereson diçka apo nga ato gjërat atje, atëherë mund të bisedojmë bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Por juve që doni që çdo video që Astro Publikat ngarkon në YouTube dhe dëshironi ta dëgjoni të parë ose dëshironi që të dini çdo informacion që Astro Publikat ngarkon video të ndryshme në YouTube dhe tema shumë të larmishme të rëndësishme për jetën e përditshme, në përditshmërinë tonë. Por duhet të na bëni subscribe të ky butoni që shkoni këtu, sepse kemi edhe një metodë tjetër që juve mund të dërgoni një mesazh dhe të merrni live përgjigjen. Tani, pa kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, meqenëse Dashi gjithmonë është dhe do jep në fushë betejë, por gjithmonë ka mundësinë dhe çështje të rëndësishme që jepet në çdo lloj fushë apo ndryshime. Ndryshimet janë të mëdha sepse lidhet me anën ekonomike financiare, lidhet me një çështje biznesi, ku kjo periudhë është periudha më e mirëmundshme për të bërë zgjidhjen e duhur në çështjet ekonomike dhe jo vetëm. Për sa i përket çështjeve që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë janë me Akrep të 10 diqit parë, me Virgjëresh të 10 diqit të tretë,
kur është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Çfarë ndodh me shenjën e demit dhe pse shenjat e tokës janë pak në vështirësi për sa përket kësaj dite? Kjo është një ditë diele, por është një ditë që juve përgatiteni për të ardhmen e ndritur, për një të ardhme që juve të stabilizoni çështjet ekonomike financiare, të stabilizoni gjërat që juve doni dhe dëshironi në fushën tuaj, sepse është një moment shumë pozitiv, është një moment që vërtet ka në vetvete, mbart në vetvete çështje shumë të rëndësishme, sepse vazhdimësia, korrektësia, momenti që juve keni në fusha të ndryshme është dhe koha shumë pozitive dhe jo vetëm. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse disa problematike që keni pasur me një shenjë uji, siç janë peshqit, duhet pasur kujdes sepse mund të keni dhe indikim shumë të mirë tani në këtë ditë mund të bisedoni. Bisedimet mund t'i bëni para dite, në çdo s'ka rëndësi ora, por të jetë para dite. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, binjakët e dashur, edhe pse keni pasur një moment shumë pozitiv, edhe një ndikim shumë të mirë, por tani për tani gjërat mund të mos jenë ashtu siç i prisni juve, por ka të bëjnë shumë me kohën kur ndodhin fenomenet dhe tani për tani është koha më e mirë e mundshme dhe tepër pozitive në lidhje me punën tuaj, sepse disa biseda që do bëjnë janë biseda shumë të rëndësishme që kanë një gjatësi në kohë nëse firmosit një kontratë apo një dokument. Çështje shpirtërore lidhet me peshk duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Për sa përket shenjës së gaforeve, megjithëse gaforet duket se tani në këtë periudhë, edhe pse janë pak në dilemë për të marrë një vendim shumë të rëndësishëm, por këto janë dilema të momentit, por unë ju them mund ta merrni vendimin, sepse dita pikërisht kjo ditë është një ditë e mirë sepse do keni dhe mundësira të tjera për vazhdimsinë, lidhje me punën, lidhje me çështjet shumë të mbara, por dhe momentet që keni tani janë të mira dhe mund të shfrytëzoni për të mirën tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, një lidhje tepër ideale, që ka të bëjnë, keni pasur një njohje dhe jeni shkëputur, por vjen momenti tani dhe pse është kjo periudhë, është një periudhë që vërtet ka të bëjnë shumë në lidhje me disa takime, por janë takime rutinë në një farë mënyre, por ka të bëjnë shumë sepse afrimiteti dhe ndikimi më i madh i çështjeve ekonomiko-financiare duket se do t'ju ndihmojnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me ujor duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë luanët. Për sa i përket luanëve, megjithëse luanët duket se tani në këtë periudhë vërtet i keni të gjitha mundësitë, vërtet jeni me shfat sepse edhe koha dhe periudha di shumë mirë se çfarë do të bëni. Në kohën e duhur, në momentin e duhur mund të jeni shumë me fat në anën tuaj, në stabilizimin ekonomiko-financiar, në bisedimet që do të bëni në këtë periudhë, është periudha më e mirë e mundshme në anën të juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me dash, duken se është koha juaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë virgjëreshat. Për virgjëreshat do duket se kjo ditë, si ditë diele, është edhe ditë e mirë, është ditë që vërtet juve keni mundësi, vërtet juve keni pasur dhe do keni mundësi për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura, për disa problematika të vogla keni pasur më përpara, dhe kjo është një moment tani, sepse duket se gjërat do jenë në anën tuaj, do jenë në kohën tuaj, sepse keni pasur shumë çështje të pazgjidhura, keni pasur shumë çështje të lëna pezull dikur, por ky moment tani është një moment mjaft i mirë dhe do shikoni edhe vetë sepse gjërat do të ndryshojnë, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujor dhe me dem duken të mbara, pak vëmendje do të bëni me gaforet të 10 ditësh të parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Për sa i përket peshores, peshorët duket se kanë pasur shumë çështje, edhe pse jeni pak konfuz juve miqtë e mi, por nuk ka vend për të shqetësuar se disa mosmarrëveshje që keni pasur me të drejtën tuaj, duket se e drejta deri në shesh dhe juve do keni një gëzim shumë të madh, sepse zhvillime pozitive duket se është në një rrugë të mbarë dhe vendimet që do të merret mbas dite. Shkojmë tek shenja e radhës, që është akrepi. Për sa përket akrepëve, për akrepët unë do thosha që është një moment tani, është një periudhë që vërtet ka mirat e veta, ka vështirësitë e veta, por juve keni dhe shkëlqimin, por keni dhe mundësinë në ekonomi. Edhe pse akrepët kanë pasur një bisedë
shumë të rëndësishme dhe të ngrohtë këtë periudhë, dhe është një moment shumë i mirë, mund thuhet me plot bindje sepse gjërat do jenë pozitive dhe vendimtare në çështjet shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me binjak duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Meqense shigjetarët me dashje apo pa dashje, duket se tani vjen një moment mjaft i mirë dhe i rëndësishëm në fushën e karrierës suaj, sepse kjo periudhë mund të jetë një periudhë e vështirë në plan parë, por është një periudhë që vërtet do të ndikoheni, vërtet do të arrini majat në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve të mëdha që do keni tani atutje. Janë ndryshimet kalimtare që mund të keni, por dhe një moment shumë i mirë tani, sepse vetë ju e keni mundësi në lidhje me anë ekonomike për ringritje, në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me virgjëresht dhe me dash duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që janë bricjapët. Meqense bricjapët kanë të bëjnë shumë me çështjet që lidhen anën ekonomike, se kanë të bëjnë dhe me disa veprime dhe disa vendime të papritura. Bricjapët janë shenjat më prestigjioze, do thosha, në fushën janë dhe praktik në farë mënyre në fushën e punës së tyre, por meqense tani kjo është një periudhë mjaft e mirë, por duke pasur parasysh dhe ndryshime, dhe ndikime, marrë vendime të rëndësishme është në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me dash duke të mbara pak vëmendje do të bëni me peshk të ditëlindjes të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shenjën së ujorit. Fokusi më i madh në fushën e ndikimeve të punës suaj ujor të dashur, jeni si shenjë ajri dhe juve keni pretendimet e juaja dhe mirë bëni, sepse duket se është një zgjidhje mes asaj që është realizueshmja dhe e vazhdimësia, sepse vazhdimësia ka të bëjë shumë, është koha juaj më e mirë e mundshme, është momenti i duhur për të marrë vendime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me luan duke të mbara pak vëmendje, do të bëni me virgjëresht të ditëlindjes të dytë, sepse një problem i vogël që ka ndodhur para disa kohëve, duke se tani do ta zgjidhni dhe nuk ka vend për të shqetësuar, sepse çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet fal ndikimeve dhe mundësive që ju keni. Në çështjet që lidhen me bashkim familjar ose udhëtime të largëta, duket se është me akrep të ditëlindjes të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë shenja e peshqve. Për sa përket peshqve, peshqit duket se tani në këtë periudhë edhe kanë disa gjëra që vërtet duke ndihen pak fajtor, edhe drejt e tyre nga ndonjëherë, mund ta them edhe këtë, por nuk ka vend për të shqetësuar kjo sa momenti ku ndodhin gjërat, momenti kur vijnë çështjet të pazgjidhura në një farë mënyre, por vjen ky moment tani, ky moment është momenti më i mirë mushum, sepse edhe për arsye të kohës, për arsye të punës suaj dhe një nga arsyet që ju e keni është çështje që do keni me lidhje me ekonominë e stabilizimin e saj, sepse është pikërisht kjo periudhë dhe kjo periudhë do të ketë ndikimin e vet, do të ketë mundësinë e vet, sepse ka shumë gjëra që do lidhen me anën ekonomike, ka shumë gjëra që çdo gjë do shkojë sipas planit që keni, sepse është plani më i mirë i mundshëm dhe në kohën e duhur, momentin e duhur. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, një lidhje që keni pasur me peshorët e ditëlindjes së parë dhe me binjak sidomos, duket se gjërat do të ndryshojnë. Në lidhje me bashkim familjar, ju që jeni në Zvicër ose në vende të tjera asiatike, ka një ndikim shumë i peshqit të kanë këtë, lëvizin në çdo vend nuk e kanë problem, sepse akomodohen kollaj dhe dinë se si funksionon. Në çështjet që lidhen me vazhdimsinë ose një punë të re jashtë është e mundur të ndodhi. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 23 mars të 2025. Por para se të ndahemi bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atë duhet të klikuar në www.astrologo.al, faqja Roshon atje, atë ndo sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve dëshironi dhe të merrni një përgjigje të qartë, të saktë në çështjet që vë doni. Megjithatë, është koha, sepse në lidhje me një takim që mund bëhet largët nëpërmjet telefonit, nuk ka problem, por mund sillet problemi në çdo kohë. Për juve që duke pasur parasysh dhe se si të flasim bashkë, më flasën në Viberit, WhatsAppit apo Skype-it.
Por ju që doni që çdo video që Astrologopikal ngarkon në YouTube dhe dëshironi që në kohë që jemi live ju dërgoni mesazh. Ata kemi pikërisht të butonin këtu dhe atje pastaj mund të klikoni, pëlqeni faqen, na bëni subscribe, butonin e zilës, të gjitha dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe të bëni like përgjigje. Nga unë Rrekulla, një të diel të mbar, mbarësi në çdo aspekt. Gjithë mirat.